Nga Australia, Japonia dhe deri në SBA e Kanada, shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, do të mund të votojnë me 27 dhjetor të këtij viti. Zëdhënësi i KQZ-s Vladimir Lezi ka treguar për ekonomia online për mbajtjen e vendimit të KQZ-s për numrin e përfaqësive diplomatike në të cilat do të organizohet votimi. Më 27 dhjetor, procesi i votimit për zgjedhjet e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të organizohet në 24 shtete të ndryshme të botës. Sipas vendimit të KQZ-s, votimi do të zhvillohet në 23 ambasada dhe 14 konsulata. Numri i përgjithshëm i votuesve që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike dhe në të cilat sipas vendimit të KQZ-s do të zhvillohet procesi i votimit është mbi 19.000 votues. Planifikimi fillestari i KQZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Vendimi i KQZ-s i datës 10 dhjetor që votimi të organizohet vetëm në 37 përfaqësi diplomatike, mbështetet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe vendimin e BZAP-it për zhvillimin e votimit vetëm në përfaqësi diplomatike, si dhe në të dhënat nga procesi i regjistrimit të votuesve. Po ashtu, sipas vendimit të KQZ-s, qendrat të votimit do të hapen edhe në 10 hapësira shtesë jashtë përfaqësive diplomatike sipas propozimit nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Por kjo pjesë e vendimit të KQZ-s është shfuqizuar nga PZAP-ja dhe Gjykata Supreme e Kosovës. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votimi fizik mund të mbahet vetëm në përfaqësitë diplomatike të Kosovës.